Kompanitë dhe tregtarët individual nga Maqedonia po përpiqen të rrisin eksportin e maldrave të tyre për në tregun e Kosovës në këtë periudhë të zbatimit të masave reciproke nga qeveria e Kosovës për mallrat serbe. Maqedonia njihet për prodhimin e kulturave bujqësore, por dhe të industrisë së lehtë, ndërsa treg kryesor prej vitesh e ka Kosovën. Zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësues të bizneseve nga të dy vendet i kanë shpeshtuar takimet me qëllim të thellimit të mëtutjeshëm të bashkëpunimit në fushën e ekonomisë. Ministri i Zhvillimit Kosovës Besim Beqaj gjatë një qëndrimi në Shkup bëri të ditur se masat e reciprocitetit ndaj Serbisë nuk janë në dëm të askujt, por se qëllimi vetëm i tyre është vendosja e sundimit ligjit dhe kontrolli i gjithë territorit të Kosovës nga institucionet e vendit. Zoti Beqaj ka biseduar me kolegun e tij nga Maqedonia Valon Saracini për menjanimin e barrierave të doganimit të mallrave në mënyrë që të bëhen lehtësime për bizneset e të dy vendeve dhe prodhimet e tyre të jenë më konkurrente. Megjithatë, ai ka vërejtur shkallën e ulët të eksportit të mallrave të Kosovës në Maqedoni. Se flasim me numra dhe i referohemi statistikës së vitit 2010, këmbimi tregtar është jashtëzakonisht i pabalancuar. Kemi afër 300 milion euro eksport nga Republika e Maqedonisë drejt Kosovës dhe kemi diku rreth 23-4 milion eksport nga Republika e Kosovës drejt Maqedonisë. Sido që të jetë, bashkëpunimi ekonomik mund të realizohet vetëm atëherë kur ka marrëdhënie të mirëfillta institucionale dhe mirëkuptim në mes të institucioneve dhe dy qeverive të dy vendeve. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini është angazhuar që zyra e tij të mbështesë kompanitë në forma të ndryshme dhe logjistike edhe përmes informimit dhe në aspektin e legjislacionit për sa i përket shkëmbimit tregtar me Kosovën. Masat për reciprocitet sigurisht se kompanitë tona duhet të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë dhe të fillojnë një strategji për të plasuar produktet e tyre në tregun kosovar. Ndërsa ne, si Ministri e Ekonomisë, kemi bërë një analizë dhe javën e ardhshme do të mundohemi që të lëshojmë një informat deri te qeveria e Maqedonisë. Maqedonia dhe Kosova vitet dhe muajt e fundit kanë nënshkruar një mori marrëveshjesh për bashkëpunim në më shumë fusha. Hapja e pikave të reja kufitare dhe modernizimi atyre ekzistuese do të shtonin dhe më shumë tregtinë midis dy vendeve. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.